Përshëndetje shenja Luanit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat I ndavan në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Në gjendjen tuaj kemi rrotën e fatit, temperanca, 4 shpatat dhe 9 monedhat. Atëherë ju ndodheni në një pikë ku ciklet po ndryshojnë, por jo me zhurmë, me vetdije. Rrota e fatit tregon se një fazë po mbyllet dhe një tjetër po hapet. Megjithatë, temperanca tregon se ju nuk jeni duke e shtyr këtë ndryshim me forcë. Ju po e lejoni atë të ndodhë në mënyrë natyrale, duke balancuar emocionet dhe mendjen. Temperanca është karta zyrtare astrologjike e shenjës së shigjetarit. Shigjetari është shenjë zjarri siç jeni ju, siç është edhe shenja e dashit, por shigjetari ka një dimension shumë filozofik dhe shpirtëror. Rrota e fatit është e lidhur nga ana astrologjike me Jupiterin dhe Jupiteri është planet sundues I shenjës së shigjetarit, siç keni ju planet sundues diellin. Rrota e fatit plus bashkë me kartën e temperancës tregojnë se fati po ndryshon në favorin tuaj, por jo përmes impulsit, por përmes maturisë dhe vetë kontrollit. 4 shpatat është një kartë shumë e rëndësishme këtu, tregon se ju keni nevojë për pushim të vetëdijshëm. Kjo nuk tregon dobësi për ju, por është një rikuperim shpirtëror. Ka lodhje që nuk shihet nga të tjerët, sepse ajo është lodhje e shpirtit nga përballja e gjatë me pasiguritë ose tensionin e brendshëm. 9 monedhat është rezultati. Ju po hyni në një fazë pavarësie emocionale dhe personale. Ju nuk po kërkoni më aprovimin e të tjerëve për të ndjerë vlerën tuaj. Ka një ndjenjë të re stabiliteti që lind nga brenda, jo nga jashtë. Pra ju jeni duke u bërë më të fortë në heshtje dhe për këtë gjë nuk duhet të nxitoni. Ajo që po ndërtohet brenda jush është më e qëndrueshme se çdo fitore e shpejtë. Kalojmë tek familja. Në familje kemi asin e shpatave, asin e shkopinjve, 5 monedhat dhe budallajin në të kundërt. Në sferën familjare shfaqet një fillim në nivel komunikimi dhe energjie, por ekziston një ndjenjë braktisje. Mund të jetë braktisje emocionale ose distancë që nuk është shëruar plotësisht. Asi I shpatave tregon një të vërtetë që duhet thënë ose që tashmë është kuptuar. Asi I shkopinjve sjell një mundësi për një fillim të ri ose një energji për të rindërtuar ose për të rindezur ose për të ndezur përsëri lidhjen, që mund të jetë me një familjar ose me një person që është në jetën tuaj. Por 5 monedhat tregon plagë emocionale. Ndoshta ndjenja se nuk jeni mbështetur siç duhej ose mund të jetë një ndarje që ende ndikon tek ju. Budallaji në të kundërt paralajmëron kundër hapave impulsiv ose paralajmëron kundër rikthimit në një situatë pa reflektim. Kjo nuk është koha për të vepruar nga boshllëku emocional, por nga vetëdija. Pra mos hidhni hapa pa marrë parasysh rrezikun, që mund të jetë I ndryshëm për çdo nga ju. Nga ana intuitive unë do të shtoja se ju e dini saktësisht kush është pranë jush me zemër dhe kush është pranë jush për gjëra të tjera. Kartat këshillojnë gjithashtu që të mos kërkoni konfirmim nga ata që nuk kanë qenë emocionalisht të disponueshëm. Forconi lidhjet që janë të sinqerta, jo ato që janë thjesht të njohura. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi 6 kupat, forca, heremiti dhe mbreti I shpatave.
Në dashuri, 6 kupa sjell një energji të së kaluarës. Mund të jetë një person, një kujtim ose një version i vetes suaj që ende jeton në zemrën tuaj. Kjo nuk është me patjetër një nostalgji naive, mund të jetë një lidhje që ka rrënjë në ndjenjat tuaja, pra ka zënë rrënjë aty. Forca, pra strength, tregon se ju nuk po reagoni më nga plagët, por nga vetë kontrolli dhe maturia, sepse karta e forcës tregon vetë përmbajtje. Ju nuk po lejoni emocionet që t'ju dominojnë, pra po e frenoni veten, këtë kuptim ka kjo kartë. Heremiti tregon një fazë izolimi emocional të vetëdijshëm dhe të vetë zgjedhur. Ju nuk jeni të vetmuar sepse askush nuk ju do, por ju jeni tërhequr sepse po kërkoni të vërtetën tuaj. Nuk po pranoni ose nuk pranoni më lidhje që nuk janë të sinqerta. Mbreti i shpatave tregon qartësi dhe vendim. Ju ose do të vendosni një kufi të fortë, ose do të shihni një person që hyn në jetën tuaj me energji shumë më të pjekur, më të qartë dhe më të drejtë për drejtë. Pra, pak a shumë, narrativa e dashurisë për ju mua më thotë që duket se ju po kaloni nga dashuria emocionale në një dashuri të vetëdijshme. Ju nuk jeni më duke kërkuar shpëtim, por respekt. Mund të ketë një person nga e kaluara juaj që ende mund të jetë në energjinë tuaj fizikisht ose shpirtërisht. Por ju nuk jeni më i njëjti person që keni qenë dikur, pra jeni më i fortë, më i qartë, më i prerë, më i aftë të shihni realitetin pa iluzione. Nëse dikush afrohet, ju nuk do të dorëzoni zemrën tuaj menjëherë, ju do të vëzhgoni, do të ndjeni, do të mendoni dhe më pas do të vendosni. Nga ana intuitive, unë do të thoja që dashuria që është për ju nuk kërkon që ju të zvogëloheni për ta mbajtur atë. Pra, mos u ktheni në versionin tuaj të vjetër vetëm për të mbajtur një lidhje të vjetër. Kalojmë tek puna. Në punë kemi krye priftëreshën, 5 shkopinjt, 9 shpatat dhe mbretëresha e kupave. Në punë shumë gjëra po ndodhin në nivel të padukshëm, sepse krye priftëresha tregon se jo çdo gjë është e qartë ende. Pra, ka informacione që nuk janë zbuluar plotësisht. 5 shkopinjt tregon tension, konkurrencë ose ndjesinë se duhet të provoni veten në një ambient të ngarkuar. 9 shpatat tregon ankth psikologjik, mendime që nuk ju lën të fleni gjumë natën, shqetësime që ndoshta janë të mëdha ose ju i bëni më të mëdha se ç'janë ato në të vërtetë. Por mbretëresha e kupave tregon se forca juaj qëndron në inteligjencën emocionale, pra në anën empatike. Ju nuk do të fitoni duke luftuar, por do të fitoni duke qëndruar të qetë. Unë do të thoja që nga ana intuitive që të mos reagoni ndaj çdo tensioni se jo të gjitha betejat janë për të luftuar. Ndonjëherë nuk ka vlerë të luftosh në çdo betejë që shohim në jetë. Për disa mund të ketë një frikë në punë për ndonjë gjë që ju nuk dëshironi që të merret vesh. Për disa të tjerë, mbretëresha e kupave më flet për një femër me intuit shumë të zhvilluar, shumë të fortë, që mund të jeni ju, pra nëse jeni femra mund t'ju përfaqësojë juve ose mund të jetë një femër në punën tuaj e cila ndjen shumë por nuk flet, sepse kombinimi i
kryepriftëreshës me mbretëreshën e kupës është shumë sekretiv, shumë intuitiv, është shumë i ndjeshëm, por jo i qartë, është i rezervuar me pak fjalë. Kalojmë në Prism Oracle. Në Prism Oracle kemi Determination, vendosmëri. Kjo është karta kyçe, fjala kyçe e javës për ju. Vendosmëria juaj nuk është agresive, është e heshtur. Ju nuk po shpallni planet tuaja, sepse ju po i ndërtoni ato. Dhe mund të ndiheni të qetë në sipërfaqe, por brenda jush ekziston një vendim që tashmë është marrë. Ju nuk do të ktheheni prapa në versionin tuaj të vjetër dhe ju nuk do të pranoni më pak se sa ajo që përputhet me vlerën tuaj. Paçim!